Ne këtë shohim, indikacion shtesë që lëvizja vetëvendosje nuk është absolutisht e interesuar që ta bëj konstituimin e kuvendit. Do të thonë, ata mungesen e institucioneve të kuvendit dhe të qeverisë e kanë reduktuar në problem të mbledhjes çdo 48 orë të deputetëve. Vetëm kjo është problemi i tyre, do të thonë që për ne është problem të vim çdo 48 orë. Normalisht që u refuzua një kërkesë e tillë, unë bile ju thash që ju brenda 24 orëve mund të propozoni edhe 47 kandidat të tjerë për të provuar se cilin prej tyre se kush po i merr votat në mënyrë që të kalojmë në fazën tjetër. Me të vërtetë është fatkeqësi që për 17 herë u mbledhëm dhe nuk arritëm në fakt që të lëvizim as edhe një hap përpara. Është shumë vështirë me parashiku që me të vërtetë do të ketë rrugëzgjidhje, meqense do takimi i përbashkët me presidentën e liderëve të partive politike nuk është që dha ndonjë rezultat. Tani mbetet, është komplet në dorën e partisë parë që të lëviz dhe të bëhet konstituimi.